Dhe të lidhemi njerë me kolegun Gjensil Shkëmbi. Gjensil, të përshëndes, shoh që je në lagjin e Infrashën, rrugën e Infrashën, pjesën e vjetër Pogradecit. Trego pak tashmë si është ky fund korrikun Pogradec. Mirdita, thimi në fakt në qoftë se Pogradecin dykure cilësonim për turizmin e vjetër, pra të turizmin e moshës së tretë, fatmirësisht të paktën 4. Ti e di shumë mirë qasin time. E cilësonim, në fakt ka ekzistuar, jo, që si e të ndë e di, po ka ekzistuar si stereotip kur thoshin se në Pogradec shkonin vetëm pleqt, por fatmirësisht kjo ka ndryshuar 4 apo 5 vitet e fundit, edhe për shkak të investimeve dhe zhvillimeve në infrastruktur, pa tjetër edhe për shkak të kohës, edhe për shkak të globalizmit, edhe për shkak të investimeve përsa i përket subjekteve të hoteleri turizmit, por si që tjeshe, për herë të parë raportojmë në fakt nga lagja në Infrashëri, një nga lagjet më të vjetara të qytetit Pogradecit, e cila është rikualifikuar, ende në fakt nuk ka marrë dorën e fundit, sepse është ende në punim e sipër, por patjetër që në krahasim ti e mban mend shumë mirë, ashtu siç e mbajnë mend edhe pogradecarët, por edhe turistë shumët. Pra nëse dikur këtu vrisje këmbën apo mund të rrezikojë të bie për shkak të kaldrëmave të prishura apo atyre pusetave të hapura, sot kemi një tjetër pamje. Por në fakt nuk po them që është pika jote e dobët, por pika jote e dobët është Pogradeci. Unë kam kryitur kryetarin e Bashkisë Pogradecit.